إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhreshëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allah i plot fuqishëm, s'ka askush mund ta humbë. Dhe atë që Allah i madhruar e devjon, s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguari i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, jetojmë në një kohë të trazuar, jo nga mungesa informacione, po nga tepria e tyre. Jetojmë në një kohë ku dyshimet më nuk vinë si pyetje sinqerta për të kuptuar të vërtetën, mirë po paketohen aq mirë dhe po zbukurohen aq mirë mashtrimet dhe gënjeshtrat me fjalë dhe me pamje tërheqëse, kështu që hyjnë në mendjet tona pa i ndier ato dhe kështu na e bën të keqen të na duket normale. Të nderuar vëllezër, epshet më nuk shfaqen si mëkate të hapura, por identifikohen si piknisje e lirisë individuale të secilit person. Kështu që çdo e keqe nuk po na imponohet më, po na servohet me argëtim dhe me gjëra të zbukuruara në përgjithësi. Sot, vëllezër të nderuar, njeriu nuk rrezikohet më në rrugë, por rrezikohet në xhepin e tij. Secili prej neve bart në xhepin e tij ekrane të ndryshme të telefonave nga më të reja që dalin, dhe kështu ato të gjithë neve na mban me orë të tëra dhe hulumtojmë apo shikojmë aty se çfarë po na servohet, dhe kështu duke mos pas parasysh dhe duke mos e mbrojtur veten tonë, të gjitha ato i thithim dhe i marrim si gjëra të pakontestueshme. Vëllezër të nderuar, jetojmë në një kohë kur mendja sulmohet para se të bindet, kur zemra zbrazet para se të mbushet me diçka, dhe kështu brezat fatkeqësisht po rriten më shpejt me teknologji se sa me vlera që duhet t'i mësojnë. Vëllezër të nderuar, fëmijët tanë fatkeqësisht po mësojnë të rrëshqasin gishtin e tyre në ekranet e ndryshme të telefonave, jo para se të mbushin vitin, apo para se të mbushin mundohen dhe të dallojnë diçka, po fatkeqësisht kur arrin moshën 2 apo 3 vjeçare, i shohim se sa aftësohen për të kontrolluar telefonin, ndoshta më mirë se disa nga të rriturit. Dhe fatkeqësisht prindrit ne i gëzohemi kësaj, edhe themi që fëmia sa shpejt e ka mësuar, sa mirë e ka mësuar. Edhe nuk e kemi parasysh se kjo nuk është zgjuarsi e hershme, por është varësi e parakoshme, vëllezër të nderuar. Varësi e parakoshme dhe asesi nuk është zhvillim, por është një ekspozim i rrezikshëm për gjeneratat e ardhshme që faktikisht janë fëmijët tanë në përgjithësi. Prandaj, vëllezër të nderuar, jemi në një kohë në të cilën po ua dorëzojmë fëmijët tanë ekraneve të ndryshme,
dhe algoritmeve të cilat u ekspozojnë atyre pamje të ndryshme nga më interesantet, dhe kështu i lajmë ekranet televizive dhe ekranet e telefona që të na edukojnë fëmijët tanë para se me ndiku ne në ta. Dhe pastaj çuditemi edhe shqetësohemi pse fëmijët tanë nervozohen shpejt, ngjecin në të folur, nuk ju do këtë interesant as një send, pastaj e humbin përqendrimin dhe ndoshta shumë prej neve detyrohemi me i dërgu fëmijët tanë në këto mosha të hershme të njerëzit specialista, të mjekë të ndryshëm, të logoped e kështu me radhë, për të kontrollu se çfarë është me ta, e nuk e kem parasysh se ajo çfarë jemi duke bërë është që ne me duar tona dhe me ndikimin ton jemi duke i ekspozu fëmijët tanë në gjëra që pastaj po i vuajmë pasojat edhe po mundohemi nëpërmjet mjekëve me i gjetë shërimin edhe zgjidhjen e atyre problemeve. Vëllezër të nderuar, kjo është kështu për arsye se po du vetëm me sqaruar nga konteksti i asaj që është shumë e qartë, po nuk jemi të vetëdijshëm edhe nuk thellohemi edhe nuk mendojmë në këtë ashtu siç duhet. Vëllezër të nderuar, fëmijët tanë në këtë moshën 3-4 vjeçare, po i mësojmë nëpërmjet ekraneve të telefonave që ti kuptojnë gjërat përmes pamjeve, edhe ndryshimeve të shpejta që u ekspozohet në këto ekrane dhe lëvizjeve të pandërpera. Prandaj për ta pastaj çdo gjë që nuk ka zhurmë, nuk ka atraktivitet, nuk ka shpejtësi, nuk ka ngjyra, nuk ka zhvillim të shpejt, nuk i do këtë e tërhesme. E për të kuptu njeri, e fëmia për të kuptu, për të ditë, për të mësu, detyrimisht nevojitet përqendrimi, nevojitet koha, nevojitet durimi, e këtu ja pamundson apo ekrani i telefonit ja hub vlerën e këtyre gjërave. Prandaj edhe nuk është në gjendje me dëgju as 2 fjalë, as 3 fjalë, jo me kuptu diçka prej prindit apo dikujt tjetër, për arsye se çdo gjë në jetë don me e praktiku dhe me e kuptu ashtu që rrjedhin ato shikime edhe ato pamje në ekranin e tij të telefonit. Prandaj vëllezër të nderuar, është shumë e rëndësishme me pas parasysh këtë. Për arsye se përgjegjësia e parë edhe e fundit në këtë rrethana dhe në këtë situatë i takon prindit. I takon prindit për shkak se vërtet edhe Allahu i Madhërisht në Kur'anin famlar thot në një ajet: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." O ju besimtar, o ju musliman, o ju që po i thoni vetes se jeni besimtar, ruajeni vetveten e juaj dhe familjet e juaja nga zjarri i xhenemit. Po e shohim përgjegjësia automatikisht kalon mbi prindin, nanën edhe babën, që ashtu që kujdeset për veten e tij, të kujdeset edhe për ardhmërinë e fëmijëve të tij. Prandaj vërtet nuk është obligimi dhe përgjegjësia e prindit që të siguroj për fëmijët e tij ushqim, pije, vendstrehim, vendbanim, edhe çdo gjë të ndalet këtu, por përgjegjësia e plot edhe ma vendimtare është që ti ta orientosh, edhe ta edukosh, edhe ta mësosh, edhe ai pastaj të jetë i gatshëm me ballavaqimet e jetës së tij të përditshme. Dëgjoni çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër, në një hadith ku thot kullu mauludin yuladu ala fitra. Është hadithi i saktë për cilë Buhariu dhe Muslimi, po çdo fëmijë kur të lind në natyrshmërinë e pastër. Natyrshmëria e pastër faktikisht ashtu që ka kriju Allahu i Madhërisht, është i gatshëm të merr informacione dhe të mësoj. Pastaj po vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, prindrit e tij e bëjnë pastaj atë ose krishter, ose jahudi, varësisht çfarë ideologjie dhe çfarë ambienti familjar mbretëron në atë familje. Kështu po na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me e pas parasysh, vëllezër të nderuar, për arsye se nëse ti
faktikisht ngjes në këtë dhe nuk i ofron atij fëmijës tënë, nuk i ofron atij një edukim të mirëfillt dhe në edukim të mirë dhe një kuptim të qartë të jetës, edhe ma konkretisht që ai me ka një besimtar i sinqert që e njeh Zotin e tij, e njeh krijuesin e tij dhe e njeh fuqinë e tij, e njeh madhështinë e tij dhe nuk e edukon në këtë frym, po e lën që dikush tjetër me ta eduku, atëre vërtet ti je bë sebeb që ai me marrë një rrugë të devijimit. Për arsye se nëse ti je neglizhent edhe ta edukon dikush tjetër, edhe në këtë rast ekranet televizive apo telefonat, atëre dije që je pjesëmarrës në këtë devijim dhe në këtë rrugë të cilën ai e zgjedh në jetën e tij të përditshme. Vëllezër të nderuar, duhet ta kemi parasysh që vërtet në Islam përgjegjësia nuk është diçka abstrakte, diçka që s'kuptohet apo jo e qartë. Ajo ka emër, edhe dihet qartë që prindi, nana edhe baba janë ata njerëzit më të rëndësishëm për fëmin që ai të edukohet edhe të merr rrugën e hajrit. Vërtet, para se me e pyet veten tonë kur e shohim një realitet që i bën fëmia jon një moshë 7, 8, 9, 10, 11, 12, e kështu me radhë moshën kalon dhe fillon me urrit, edhe nalësh edhe thu, çka është të ndodhur me këtë fëmijë? Atëherë, para se me bë këtë, edhe para se me u pendu, mundoho që nga fillimi ta orientosh në atë që është e hajrit dhe në atë që është e mirë në jetën e tij të përditshme. Vëllezër të nderuar, një nga gjërat që vërtet duhet ta kemi parasysh në rand të parë për arsye se në kohën bashkëkohore është deviju qëllimisht edhe është bastardu në mese dhe në rrethet të ndryshme, ajo është çështja e lirisë individuale që e them, do thotë që njeriu me kanë i lirë, me vepru, me punu, me bë çka doj. Faktikisht jemi në një kohë që liria është keq kuptuar edhe kem qef, apo njerëzit fillojnë me e definu se liri është e drejta njeriut për me shpëtu nga kufizimi, nga çdo kufizim. Dhe sa ma pak që kena kufizime njët, aq ma të lumtur do t'jemi. Po realiteti nuk është kështu, vëllezër të nderuar. Nuk është kështu, për arsye se nëse në jetë nuk kemi kufi, nuk ka familja jonë kufi, e kom fjallën fëmijët tanë, edhe vetë jonë në përgjithësi, nuk ka kufi, nuk ka rregulla, atëre vërtet kalojmë në kaos. Kalojmë do thotë në një sistem dhe në një jetë e cila është e pa kuptim, edhe çdo gjë do të shkojë në një rrjedh të gabuar. Vëllezër të nderuar, do ta marr një shembull shumë thjesht, shumë qartë për të kuptuar se çfarë jam duke dashur me thënë në lidhje me raportin e lirisë dhe kufizimit apo rregullit në përgjithësi. Nëse marrim një djalë apo një njeri do të më bë mjek, a mjafton për të që të kufizohet apo të mbështetet ai djalë me thonë unë kam aftësi, me kon shumë i mëshëm, edhe me thonë unë krejt atë profesionalizmin tem në këtë fushë të mjekësisë do ta arrij duke u mbështetur në inteligjencën tem. Jo, nuk mjafton, po ai patjetër duhet me e kufizu veten e tij, me e rregullu jetën e tij të përditshme, duke kufizu në kohë të shumta, orare të shumta të leximit dhe të studimit, për me i dhënë provimet edhe me i mësu ato lanë të cilat kërkohen për me u bë mjek e pastaj i specializuar. Pastaj çfarë kërkohet prej tij? Kërkohet edhe praktika, puna praktike e vazhdueshme dhe me e ndalu veten e tij nga shumë gjëra dhe kënaqësitë kësaj dynjaje për shkak që me e formu veten e tij edhe mu bë një mjek i suksesshëm. Përndryshe, nëse ka jetën në kaos dhe nuk ka rregull, nuk ka strukturë mbi të cilën ai ecë dhe e ndërton jetën e tij shkencore, jetën e tij studiuese, atëherë ai mundet me shpresu, me pas qef, mu bë mjek i mirë, por rezultati nuk del kurrë. Prandaj vëllezër të nderuar, në jetë nëse nuk kemi kufi, nëse nuk kemi rregulla, nuk kemi seriozitet, po vetëm synojmë me kanë sa më të lirë,
dhe që shtash pak ma heret, sa ma pak kufi, me paramendu se sa ma mirë dhe të kemi punë. Wallahi, kjo e shpin njeriun, e në rëndë parë një të ri, në një kaos edhe në një dështim njëtën e ti të përditshme. Nëse dojmë me pas sukses, atëre pa tjetër duhet qëfar të jemi serioz edhe të mundohemi njëtën tonë qesim regull, edhe të dim kur po flajmë, kur po pushojmë, kur po hajmë bukën, dhe me qëfar aktivitetet e ndryshme po mirëm i njëtën tonë të përditshme, e kështu me radhë në përgjithësi, pastaj edhe e shohim edhe fundin e rezultatin e suksesshëm. Prandaj, vëllezër të nderuar, unë nuk do të vazhdoj të flas për disa hapa konkret që duhet me pas parasysh se cili prej neve, pra arsye se shumica jonë, ose jemi prindër, ose në të ardhmen do të jemi prindër, prandaj duhet t'i kemi parasysh disa gjëra për cilat do të flasim në përgjithësi javën e ardhshme, në hutbën e ardhshme, po ajo çka po duam e potencu në këtë rast, vëllezër të nderuar, është fakti se fatkeqësisht shumë prej neve e kuptojmë që telefoni mendojmë se është lodër, që ja jep ti fëmis edhe lun me ta dhe kryu. A nuk është ky realitet me telefonin? Telefoni është një mjet për të rriturit, nuk është për fëmijët. Nuk është për fëmijë. Shumica apo të gjithë mjekët unanim thojnë para moshës 5 vjeçare e më shumë nuk guxon fëmia të ekspozoj syrin e vet, përqendrimin e tij ndaj ekraneve të telefonit në përgjithësi. Dhe tregojnë se sa e rrezikshme është kjo. E çka të bëjmë na? Thojmë hajt jepja se na lën rahat, edhe s'na po zhurum, edhe jem qetë, dhe kështu e fitojmë një qetësi të sotme për një varësi të nesërmes. Prandaj vëllezër të nderuar, ta kemi parasysh këtë përgjegjësi dhe inshallah javën e ardhshme do të vazhdojmë dhe do t'i shpjegojmë disa hapa konkret që duhet me pas parasysh prindi në edukimin e fëmijëve në rand të parë, po gjithashtu edhe përballë këtyre sfidave të ndryshme teknologjike që i kemi në dispozicion, fillimisht ne si të mëdhej, pastaj edhe karshi brezave tanë. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.